Edhe pse jemi në muajt e dimrit, ura Mesit mbetet një nga destinacionet më të vizituara në Shkodër. Bukuria e saj historike dhe peizazhi i veçantë që rrethon vazhdojnë të tërheqin qindra turistë vizitor çdo ditë. Pavarësisht temperaturave të ulta dhe motit të paqëndrueshëm, vizitor vendas dhe të huaj ndalen për të admiruar arkitekturën e Gurit, për të fotografuar urën dhe për të shijuar natyrën që ofron zona. Vi nga Hungaria dhe hera e parë që kam ardhur në Shqipëri ka qenë para 12 vitesh në qytetin e Shkodrës. Ky është një vend i bukur me male mahnice dhe vende të mrekullueshme për t'u vizituar. Një nga pamjet e mia të preferuara është ura e Mesit në Shkodër. Gjatë këtij udhëtimi po qëndrojmë 2 ditë në Shkodër dhe 2 ditë në Tiranë, duke shijuar kulturën, peizazhet dhe mikpritjen e ngrohtë. Shqipëria vazhdon të më impresionoj sa herë që e vizitoj. Unë kam ardhur nga Gjermania për të qëndruar gati 2 javë në Shqipëri. Për mua është hera e parë që vi dhe Shkodër është qytet shumë i bukur e ka shumë potenciale natyrore për të shfrytzuar. Erdha me biçikletë për të parë nga afër urën e Mesit dhe Kalan e Drishtit. U kënaqa. Tani nga këtu me bashkëshorten time do të vizitojmë Alpë. Sipas operatorëve turistik, interesi për urën e Mesit nuk bie as në sezonin e ftohtë, çka e bën këtë monument një nga pikat më të rëndësishme turistike të Shkodrës përgjatë gjithë vitit. Për shumë prej tyre, vizita në këtë urë është një përvojë unike që lidh historinë, kulturën dhe natyrën shqiptare.